Në samitin e bërë Dobrionit që mlodhi në Durrës, krerët e shteteve të rajonit nuk munguan tensionet mes Kosovës dhe Serbisë. Presidentja Vjosa Osmani akuzoi homologun serb Aleksandar Vučić që u përpoq të prishte takimin me qëndrimet dhe ofendimet e tij ndaj Kosovës. Në një deklaratë për televizionet publike, Osmani tha se Kosova kishte argumente të fuqishme përballë çdo përpjekjeje propagandistike të Vučićit, të mbështetura nga e drejta ndërkombëtare dhe vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, që me 2008 konfirmoi se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ishte shkelur ligjin ndërkombëtar. Sipas Osmanit, presidenti serb u ankua dhe për marrëveshjen e marsit në fushën e mbrojtjes mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, një aleancë që siç e theksoi ai ka karakter mbrojtës. Në historinë tonë si komb, ne asnjëherë nuk kemi sulmuar askënd, por gjithmonë kemi mbrojtur integritetin ton territorial. Aleancat tona janë mbrojtëse dhe kanë për qëllim të na mbrojnë nga rreziqet që vijnë nga jashtë. Deklaroi Osmani duke nënvizuar se për Kosovën rreziku kryesor mbetet Serbia. Nga ana tjetër, Vučić reagoi me tonë ironike duke thënë se u përplas me Osmanin gjatë diskutimeve për integritetin territorial. Imagjinoni kur Vjosa Osmani flet për mbrojtjen e integritetit territorial, të rrotullohet stomaku dhe të gjithë tundin kokën, tha Vučić për mediat serbe duke konfirmuar tensionet që shoqëruan takimin. Samiti i bërë Dobrionit, që kishte synim nxitjen e bashkëpunimit dhe stabilitetit në rajon, u zhvillua në një atmosferë të ngarkuar politike, ku diferencat mes Kosovës dhe Serbisë mbeten të thella pavarësisht thirrjeve për dialog.